Ajo se çfarë ka ndodhur me kontrollet, pra një kërkesë e miratuar nga gjykata dhe që ekzekutohet sigurisht nga Byroja Kombëtare e Hetimit, janë bërë kontrollet tek për djalin e tezës së Belinda Ballukut, Mire Dreçi, i cili ka pasur në aksion dritësa kohë më parë Excel Market dhe Hypo Tregu Elektrik, dhe një tjetër familjar i Ballukut është kunati i saj Meland Qirko. Tani, çfarë po ndodh avokat me këto kontrolle? Është, domethënë, ka rritur në një pikë ku tash më pak po përpiqet të kapë çështjet e pasurisë në raport me Ballukun? Unë mendoj që janë zjatime ose vazhdim i pjesës së hetimit që po kryej ndaj zonës Balluku. Është një çështje e cila, nëse do flasim duke i marrë referencë dhe çfarë diskutuam më herët, është një çështje flagrance, pra flasim për veprime ose shkelje ligji që lidhen me ngjarje të afërta, në kohën që mbante detyrën e zonës kryeministres zonja Balluku, kështu që dhe pjesa e veprimeve me parat, pra me parat cilat mund të jenë nxjerrë në shkeljet ligjit, duke referuar hetimit SPAK-ut, duhet të jenë diku, mund të jenë fshehur në format e investimit, në format e biznesit, mund të jenë fshehur duke blerë pasuri të paluajtshme, mund të jenë fshehur në forma ndryshme, të cilat dihen, dhe është detyrë e prokurorisë posaçme që përtej zbulimit të shkeljes ligjit që ka kryer zonja Balluku në raste aferash të rëndësishme që janë trajtuar, ku flitet edhe për shumë ndaj parash, duhet gjenden dhe parat të cilat janë përfituar në mënyrë të padrejtë, mendoj unë, dhe këto avancime, dhe me kërkesat që ka pasur, dhe diskutimet e gjata që janë bërë këto 6 muajt e fundit, që lidheshin me masat e sigurisë zonës Balluku, por dhe me avancimin e hetimeve ndaj saj, tregojnë që për këtë çështje prokuroria e posaçme është angazhuar seriozisht dhe do të shkojë deri në fund. Dhe kjo është gjë e mirë, mendoj unë, dhe për qytetarët, që të kenë atë drejtsinë që diskutuam më herët, një drejtësi të plotë. Jo vetëm hajde të marrim dikë ta dënojmë shpejt e shpejt ta mbyllim dhe të mbetet me aq, por të shkojnë deri në fund se çfarë ka ndodhur, ku kanë shkuar parat, si është bërë shkelja e ligjit, si mund të ka korrupsion apo s'ka korrupsion që është me interes, apo do mbetemi vetëm te akuza e shkeljes barazisë tenderave. Të gjitha këto bashk duhet të jenë të plotësuara, duhet të jenë të plota dhe mendoj këto veprime hetimore që po kryen prokuroria e posaçme lidhen pikërisht me atë, pra vajtja deri në fund të kësaj çështje dhe gjenden ato prova fakte të cilat japin atë drejtësinë përfundimtare, mendoj. Në një moment kur prokuroria e posaçme vendos të dërgojë letër porosie jashtë vendit, dhe ky të paktën unë kam nga informacionet për rastin Balluku, janë dërguar letër porosie jashtë vendit, çfarë dyshon aty? Ka gjetur gjurmë për, le të themi, dërgim të parave jashtë, përfshirje pasurie jashtë? Një nga praktikat më të zakonshme që e hasim në punë përditshme është dhe që parat pista të investohen jashtë Shqipërisë, si formë për të fshehur. Unë mendoj që mënyra më e mirë shkojnë investohen avokat, pra një formë është investimi dhe forma tjetër është fshehja nëpër banka offshore, nuk e di? Janë të dyja mënyra. Të gjitha format, mund të jenë shumë forma, mund të jenë investime, mund të jenë depozita në vende ku nuk i jepet mbajtësi depozitës, pra emri i personit, mund të jenë kompani jashtë, unë personalisht kam pasur raste të tilla që kanë dërguar para nga Shqipëria jashtë vendit në kompani të tjera atje, për t'i transformuar, ndryshuar, për t'i kaluar në emër të personave të tjerë, pjesë e skemës për t'i humbur gjurmët. Dhe ose nëpërmjet formave të blerjes së pasurive të paluajtshme jashtë Shqipërisë, me qoftë me emrat e tyre apo me emrat të personave të tjerë. Dhe kjo është arsyeja, mendoj unë, që prokuroria e posaçme ka dërguar dhe letër porosi për veprime financiare të dyshimta që mund të jenë kryer. Kryesisht me transferta ose me veprime të tjera nëpërmjet personave të lidhur me subjektin që po jetohet. Është e lehtë për SPAK që të gjurmoj këto pasuri. Pra BKH-ja, se nuk i gjurmon SPAK-u, i gjurmon BKH-ja. BKH-ja merret në procedurat e si strukturë përbashkët. Planin dhe programin e hetimit e bën SPAK. Është prokurori i cili bën veprimet ose grupi i prokurorëve, nëse janë disa. Planin e punës. Por nuk mund ta themi thjesht që është e thjeshtë. Është e vështirë në Shqipëri, nëse ka fshehje, transformime, futja personave të tjerë që nuk lidhen me personin subjekt, persona të tretë. Është e vështirë të gjenden. Imagjino tani kur ti po bën një hetim në një shtet tjetër, që ai duhet përgjigjet
nëpërmjet letrës porosisë që diskutuam dhe merr kohën e saj, krijon vonesë derisa të vinë dokumentat duhet të jenë formë që e kërkon ligji për tu njohur si prova në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe pastaj lidhja që ti do bësh midis atyre dokumentave që të vinë nga jashtë dhe kush është lidhja drejt për drejt e tyre me subjektin që po heton. Kështu që rritet vështirësia. Prandaj dhe arsyeja e autorëve të këtyre vepra penale të dyshuar i kryen këto transferta apo këto veprime me jashtë Shqipërisë sepse mendojnë që mund ta kenë më të thjesht fshehjen e gjurmëve të parave që janë fituar në mënyrë të palishme. Shumë faleminderit për shpjegimin shumë teknik dhe të qartë. Prençi, tani ku po shkon SPAK-u në raport me Belinda Ballukun? Mendon se ka avancuar? Shiko, organet e drejtësisë, sidomos ato të hetimit, në momentin që ti mendon që kanë shteruar, ata atëherë janë duke u thelluar në hetimin e një gjëje që sepse nuk është kaq e lehtë siç i ka ndodhur SPAK-ut përballja me ekzekutivin shqiptar deri në gjykatën kushtetuese, deri aty sa që për ta paragjikuar për provat e organit hetimit. Gjë të cilën sheshimin e provave e bën vetëm gjykata në hetimin gjyqësor, por jo qeveria, jo ekzekutivi dhe jo çdo kush. Ne këtu bëjmë analizë edhe japim mendimet tona, por ne nuk jemi me detyra shtetërore për t'i vendosur postulat, për t'i vendosur tra organeve drejtësisë për të avancuar në hetimin. Fakti që prokurorët që merren me çështjen Balluku kanë kërkuar shtimin e kohës në dispozicion, zgjatjen e hetimeve për 3 muaj, dhe nuk dim a do ketë edhe zgjatje tjetër, sepse mund të shkojë edhe deri në 2 vjet, ata e kanë një hall. E kanë një hall sepse ata nuk janë të bindur se kemi të bëjmë vetëm me shkeljet pabarazisë në tender. Ata kanë materiale, kanë regjistrime telefonike, kanë biseda, kanë CD, kanë materiale, kanë prova shkresore që janë marrë në përgjithta tendrat e zhvilluar nga Ministria e Infrastrukturës dhe sidomos nga skema Balluku, Drejtoria e Autoritetit Rrugor Shqiptar, e Keshit e tjerë. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që kanë hartuar një plan të detajuar hetimi, prandaj dhe ndërhyrja para se thash prokurori harton planin e hetimit, dhe kanë vënë në lëvizje disa oficerë të BKH-s për të operuar në drejtime të ndryshme sepse dosjet janë shumë voluminose. Janë shumë voluminose. Nuk kemi të bëjmë vetëm me letër porosit që kanë të bëjnë me transaksionet bankare drejt Zvicrës apo drejt vendeve të tjera të offshore-ve, po ka një informacion që një shumë e caktuar parash ka dalë në Zvicër nëpërmjet një biznesmeni. Po kohët e fundit kanë avancuar dhe me hetimin, sepse në dyert e SPAK-ut për çështjen Balluku janë parë të trokasin jo të trokasin, po t'i vizitojnë disa biznesmen. Disa biznesmen që janë protagonist në tendrat e Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe kryesisht të Ministrisë së Infrastrukturës. Por ne përmendëm kontrollet që janë bërë tek Mirjet Reçi, Kushëriri dhe Meland Qirko, lidhje familjare. Por në dijenin time në SPAK janë thirrur edhe personalitetet tjera të botës së futbollit, miq të vjetër, miq të ri të Belinda Ballukut, të cilët kanë të bëjnë me pastrimin e produkteve të veprës penale. Dhe besoj se tashmë SPAK-u nuk gabon. Nëse ne bëjmë këtu analizë, ata tani janë në fazën e garantimit të provave të pak kontestueshme përpara gjykatës. Çka do të thotë që Belinda tani është në fazën më të rrezikshme. Besoj që edhe Rama dhe gardianët prej 83 votash të Parlamentit Shqiptar nuk do mundën më ta mbrojnë për shkak të tërmetit që ka shkuar në kancelaritë evropiane fenomeni i mbrojtjes së korrupsionit lart shtetëror. Mos gabojmë se jo më larg se para disa ditësh kreu i SPAK-ut ka thënë që një nga problemet më të mëdha në Shqipëri
është niveli I lartë I korrupsionit në nivelet qeveritare. E kemi shkurtimisht në çështjen e fundit atë, që unë po bëj një parantezë, unë se di se çfarë çështje ke ti. Po di që ka deklaruar shqetësuese është niveli I lartë I korrupsionit. Kryeministri I Shqipërisë thotë ka filluar të zvoglohet korrupsioni. Tani kë do besojmë? Ne kemi një dilemë, ka duhet besojmë. Përse kemi dilemën? Unë do I kërkoj ndjes avokatit, sepse kalon tek çështja e fundit, sepse te çështja Balluku besoj avokati na shpjegoi procedurën ligjore sepse po kërkohet dhe ju bët një analizë shumë mirë për sa I përket kësaj çështje. Ta analizojmë korrupsionin tek çështja e fundit? Për sa I përket luftës kundër korrupsionit përfshirë dhe ato të nivelit lartë, dhënat e vitit 2025 tregojnë se korrupsioni në institucionet publike në sistemin e drejtësisë mbet një fenomen shqetësues, I cili përfshin funksionar vendor dhe administrativ, por edhe prokuror, gjyqtar, punonjës policie e të tjerë. Në këtë drejtim, SPA ka shënuar një rritje për rreth 18% të çështjeve të reja për korrupsion nga 186 në 220 dhe rreth 12% nga 189 në 156 të çështjeve të përfunduara krahasuar me një vit më parë. Atëherë bashkë me Prençin e shkrim tashmë temën e Belinda Balluku, duke qenë se po diskutonim çështje shkeljes barazisë në tendra, pastrim parash, korrupsione të tjerë, dhe shkojmë për diskutuar pikërisht korrupsionin atë se çfarë deklaroi Klodian Braho. Dhe Prençi thotë që është rritur domethënë hetimi deri në 18% më shumë, dhe është fenomen shqetësues. Gjyqtar, prokuror, polic është rritur fenomeni. Pastaj do të shikojmë se çfarë kemi bëjmë me hetimin, gjykimin dhe dënimin e problematikave. Sepse kemi dy raporte. Kemi një raport të kreut të SPAK-ut përballë KLP-s, ku thotë që problematik serioze është niveli I lartë I korrupsionit, niveleve të larta shtetërore, se korrupsion nuk bën ti dhe unë, se s'kemi si bëjmë korrupsion ne. Kur nuk ke fonde publike dhe kur nuk ke keq përdorim të fondeve publike e tjerë. Pra, kemi një kontravers midis deklarimeve të kryeministrit të Shqipërisë, I cili thotë që niveli I korrupsionit ka rënë, lufta kundër korrupsionit është rritur, por institucionet në bardhësi të kryeministrit nuk kanë asnjë goditje korrupsioni. Edhe pse kanë në dorë Agjencinë e Inteligjencës Financiare, e kanë bardhësi kryeministri, të gjithë drejtoritë e auditit në ministrit I ka po kryeministri, edhe agjencitë e tjera ligjzbatuese, drejtorinë e krimit ekonomiko-financiare ndaj korrupsionit e tjera e ka po kryeministri në ministrinë e brendshme në strukturat e drejtorisë përgjithshme të policisë, por nuk kemi ndëshkime të korrupsionit, të evazionit fiskal dhe të problemeve tjera. Kemi formatet korrupsioni që vjen bën anketat në Shqipëri, Prençi, që vjen Transparency International kanë përshtypjen dhe që matë atë indeksin e perceptimit korrupsionit. Në Shqipëri më pyet moti të korrupsionit shumë I lartë. Po prit tani. Është korrupsioni real se prokurori me kryeministri. Kreu I SPAK-ut tha niveli I lartë I korrupsionit në nivelet larta shtetërore dhe në shërbime. Pra e ke korrupsionin dhe në arsime, e ke edhe në spitale, e ke kudo. Pra ai quhet korrupsioni I niveleve të ulta që shkon deri në 5.000 lek, 50.000 lek, që shkon deri në 5.000 euro. Nuk merremi ne me ata. Kreu I SPAK-ut niveli I lartë shtetëror. Kush është niveli I lartë shtetëror? Janë ministrit, janë drejtoritë e përgjithshme, ata që administrojnë fonde publike, janë bashkitë, janë institucionet, janë agjencitë e pavarura që janë është Akshi që është në varësi të kryeministrit të Shqipërisë, që I ka bërë gropën 600 milion euro. Se ati nuk janë dosjet penale që flasin për korrupsion të madh. Pra, Akshi nuk ke volum metrokub dheu, kaq u hoq ktheu, kaq metrokub beton dhe kaq hekur. Atje ke një CD ta shet ai Beqiri për 3 milion euro. Deri tek KLP-ja ka shku 3 milion euro, ka fitu tendrin. Edhe e ka anulluar gjykata e lartë. E kuptoni tani çfarë bëhet? Pra në këtë kuptim nuk ka se si unë do besoj Brown, s'mund të besoj Ramën. Por jo më larg se 5 ditë përpara ke një raport të mos gabohem e ke rritja e Instatit. Ke një raport të Instatit, thotë rritja 27% e krimeve në fushën e drogës. Thotë Instati, para një jave. Fiks 27%. Duke bile I referohet duke te kaluar kulmin e krimeve në fushën e drogës edhe përmend vitin 2016. Pra, është rrit. Pas ka një pikë referencë shteti se e ka refuzuar gjithnjë shteti një pikë referencë. Po pra, 27% shiko, ka një pikë referencë. Instati thot 27% më shumë se sa një vit më parë, pra se viti 2024,
por thot duke te kaluar edhe rekordin e vitit 2016. Pra nuk mundet pra Instati nuk e ka bërë më krahasimin me vitin 2012 apo 2013 kur ka marrë qeveria në Rama ose Partia Socialiste. Ka filluar të postot me 3 vite tani. Parë në këtë kontekst, unë jam jo i detyruar, por predispozuar që besoni raportin e SPAK. Të besoj SPAK-un. Por, ndërkohë, publikisht nëpërmjet dëgjuesve të televizionit tuaj, i bëj thirrje zotit Braho për të strategjive të garantimit të shumë provave, të pakontestueshme etj. Nuk mund të ndalohet dhe nuk mund të frenohet korrupsioni me dëshirat e qeverisjes administrative të ekzekutivit shqiptar, sepse ata faktikisht e kanë detyrën e parandalimit dhe luftimit korrupsionit. Klodian Braho, ekipi i SPAK-ut dhe i BKH-s dhe gjykatat do të merren me dënimin e autorëve, po jo parandalimin e korrupsionit. Perfekt. Këtë kemi ndryshuar. SPAK-u parandalon, por ndëshkon, ndëshkon. Parandalimin e ka qeveria, e ka Edi Rama. Okej, faleminderit Preçi Rama. Marremi fakt pse korrupsioni është rritur. Nëse e kemi diskutuar dhe bashkë. Nëse flasim dosje takshit nga prokuroria, këto nuk janë thashë theme, janë veprime hetimore që ka bërë prokuroria, flitet për 10 milion euro çokolata ose fatura që kanë shkuar për çokolata, atëherë aty na lind dyshimi si qytetar, pa i hyrë çështjes së hetimit, që ka korrupsion. Dhe duhet të jetë organi publik që t'japi llogari dhe të justifikojë me dokumenta që kanë shku këto çokolata. Këto para janë shpenzuar realisht për çokolata ose ku është çka kamioni, magazina me çokolata. Por çka aktiviteti është bërë me çokolata? Pikërisht pra, këtu ka një problem shumë të madh. Plus, KLSH-ja ka raporte të përvitshme ku flet për abuzime të parave publike me qindra miliona euro. Dhe ato janë korrupsion, se abuzimi çfarë do të thotë? Do të thotë që janë shpërdoruar parat publike, janë marrë nga padrejtësisht ose është marrë me rishfet dhe është ulur cilësia e punimit. KLSH-ja ka ndodhur në SPAK. Duke sikur ka SPAK-u ankohet për mungesë referimesh. KLSH-ja ka folur me raport zyrtar. I ke aty të përcaktuara, se kush duhet ta bëj kallëzimin pasaj është çështje e institucionit. SPAK-u do të shkojë atje tek raportin aty. E ka raportin për çdo institucion KLSH-ja. Mund të bazohet aty SPAK, mund mos bazohet, mund të ketë burime të tjera. Kjo është e padiskutueshme. Prokuroria ka drejtë dhe kryesisht. Po pse asnjë institucion shtetëror s'ka bërë kallëzim mirë KLSH-ja? Asnjë institucion që përmendi zoti Premçi që janë varësit, kryeministit, varësit institucione të tjera që kanë detyrim auditime, kanë detyrim të shikojnë veprimtaritë palishme, raporte rekomandime nuk i kanë bërë, nuk i kanë çuar në prokurori, as prokurit zakonshme. Në mënyrë periodike të përvitshme dhe madje 6 mujore krerët e SPAK-ut gjithmonë kanë thënë institucionet ligjzbatuese zero referim. Pikërisht. Pastaj kemi përgjimet që janë sjell nga partnerët, ku flasin për punonjës policie të korruptuar, që i shërbejnë gjyqtar, grupe prokuror kriminale. A janë të bazuara, duhet provohen dhe dalin para gjykatës, por dyshimi te qytetari qëndron pra perceptimi jo vetëm që është i lartë, por është dhe i provuar tashmë, nuk mbetemi vetëm në kuadër të perceptimit që e diskutuam. Po mirë, si ka mundësi që SPAK-u ka që nga 2020 apo them, nuk po them 2019, sa dhjetor 2019 u krijua, ka vijuar goditjen, po themi të paktën mbas 2-3 vjeçarit parë nisi këto goditjet, janë goditur zyrtar të lartë, zyrtar të mesëm, të vegjël. Pse rritet korrupsioni? Më thonë 2025 tregoi një rritje me 18% të numrit të dosjeve që po hetohen nga SPAK, thotë Klodian Braho. Unë e shoh në këtë formë që shqetësimi është i drejtë para dhe korrupsioni rritet sepse ka një bekim politik te administrata të cilës i është thënë që këtë drejtësi e kontrollojmë ne. Nuk ka asnjë shans që dikush t'i procedoj penalisht, por kjo gjë ju shpëtoi dhe ju doli jashtë kontrollit me situatat e ndërhyrjes së prokurorisë posaçme. Unë mendoj që një nga problemet më të mëdha të korrupsionit në Shqipëri është militantizmi dhe paaftësia e administratës, që u diskutua edhe më herët. Je në fryrë të administratës, ke një administratë e cila nuk i shkon në mënyrë proporcionale vendit që e administron Shqipërisë, ke numër të ulët popullsisë dhe ke një numër të shtuar të punonjësve shtetëror që paguhen me taksat e shqiptarëve dhe shumica atyre punonjësve ne e dim gjithë që nëse aplikon dikush për një pozicion pune të lartë ose të mesëm në strukturat e administratës, patjetër duhet kesh lidhje politike. Dhe nuk kanë asnjë lloj lidhje tjetër. Lidhja politike dhe ndihma në fushat dhe përdorja në fushat të çon në
përdorjen e pozicionit punës më pas në administrat për të përfituar personalisht apo për të përfituar pushtet nëpërmjet parave që ti përdorësh prapë për fushatën e ardhshme. Dhe korrupsioni vazhdon të rritet dhe do vazhdoj të rritet nëse partia në pushtet dhe çdo parti tjetër në Shqipëri dhe ato tjerët që kanë qenë më herët të mendojnë se administratën do ta përdorin për interesa elektoral. Kjo historia e korrupsionit nuk do ndaloj asnjëherë. Rama, faleminderit për mungesën e shpresës që na vat në këtë histori. Është e trisht, sigurisht, realiteti është ky. SPAK-u konfirmon këtë, dozat në SPAK konfirmojnë këtë histori që lufta ndaj korrupsionit duket sikur do të jetë një betejë e vazhdueshme, e vijueshme, vetëm organeve të drejtësisë dhe jo atyre të cilët kanë realisht detyrë parandalimin e korrupsionit në vendin tonë.